Të gjithë ju vëllezër, motra, shokë dhe dashamirë, kam një kërkesë shumë serioze për ju. Ju lutem, kur mos insistoni të ndryshoni njerëzit dhe as mos u përpiqni të detyroni të ndryshojnë, sepse kjo vetëm do të zgjojë agresivitet dhe keqkuptime mes jush. Një njeri që nuk është i gatshëm të ndryshojë do të mbrojë zakonet e veta me çdo kusht, pavarësisht se sa të dëmshme janë ato për veten dhe për të tjerë që e rrethojnë. Mënyra më e mirë për të ndryshuar të tjerët është të ndryshosh vetë, të rritësh, të zhvillohesh, të korrësh sukses dhe të bëhesh si drita në një dhomë të errët. Pavarësisht se sa kohë ka qëndruar dhoma në errësirë, sa po ndizet drita, errësira zhduket. Unë po ju ofroj një ndryshim për të cilin çdo familje ka nevojë. Stabilitet financiar me doracakun tim udhëzues, çelësja rritjes financiare. Mund t'ju ndihmoj të bëheni si drita që zhduk errësirën, por sitni tani dhe filloni ndryshimin nga vetja. Ju falenderoj dhe mirupafshim.